Paniku, tymi dhe flakët që përpinë çdo kat të pallatit lanë pas të plagosur dhe 10 banor të detyruar të largohen me nxitim nga shtëpitë e tyre në zonën e njohur si Farmacia 10 në Tiranë. Të paktën 2 persona ndodhen në gjendje të rëndë në qendrën spitalore universitare e Nën Tereza, në repartin e djegje plastikës, ndërsa 4 të tjerë po marrin trajtim në urgjencë. Zjarri shpërtheu rreth orës 17 dhe brenda pak minutash u përhap me shpejtësi, duke përfshirë pothuajse të gjithë godinën. Flakët gjigande dhe tymi i zi mbuluan zonën, ndërsa brenda pallatit ndodheshin ende njerëz që kërkonin të shpëtonin. Dyshohet se shkaku i rënjes së zjarrit u bë një market në katin e parë të pallatit. Në vendngjarje u krijua një kaos i vërtet. Banorët që bërtisnin, të tjerë që vraponin për të shpëtuar, ndërsa ekipet e emergjencës luftonin me kohën për të evakuar çdo person dhe për të shmangur një tragjedi edhe më të madhe. Në operacion u angazhuan 6 ekipe zjarrfikse, forcat e policisë dhe repartet speciale Renea, si dhe emergjencat civile dhe ushtarake. Nga ajri ndërhyri një helikopter i nisur nga baza e Farkës, që hodhi ujë mbi pallatin në flak, në përpjekje për të vënë në kontroll zjarrin që për orë të tëra përpinte gjithçka. Ndërkohë, qendra spitalore universitare Nën Tereza është vënë në gatishmëri të plotë për të përballuar pasojat e një prej zjarreve më të mëdha të regjistruara së fundmi në kryeqytet.